Në nominim kemi Mateon, Kesin, Erikun dhe Inën. Këtë doni të shpëtoni është pyetja. Dhe unë besoj se e keni shumë të qartë se këtë duhet shpëtoni. Ti rendisim disa arsye se për çfarë duhet shpëtojnë dhe për çfarë duhet largohen. Atëherë, flasim për Inën, filloj me Inën për shembull. Pavarësisht për shembull se kush është Ina, se kush ka qenë Ina, nuk më intereson, po flasim për atë që është aty brenda. Mënyra e folurit që ka Ina dhe mënyra e sjelljes që ka Ina e të krijuarit një debat, tonet e debatit që ka janë për të ardhur keq se si një femër transformohet në atë lloj mënyre që bën debatin. Pra, me ashpërsi, me ofendime, me bullizime, me diskriminime, pra nuk meriton domethënë që patjetër të ketë sikur dhe një vot nga publiku. Erik Lloshi për mua ka qenë shumë i mirë derisa nuk hyri në Big. Patjetër do të jetë i mirë si artist jashtë Bigut. Nuk dua ta paralizoj me atë që është jashtë me atë që është brenda. Jashtë kam atë imazhin si artist, si këngëtar, me këngët e bukura të tija. Ndërsa për sa i përket aty brenda shfaq shumë agresivitet dhe shfaq një lloj një fytyrë dhunuesi, le të themi në një farë mënyre, dhe kur nuk arrin dot në mundje ose në debat në argumentet që i duhet një debatit konstruktiv, fillon në ofendime. Të njëjtën gjë bën dhe Casey. Edhe Casey kur nuk e përballon dot një debat, marrim një shembull për shembull me Kristin që ishte tek loja e sfidës duke mbajtur atë dritën e kuqe ndezur. Kristi ishte duke debatuar dhe tha bil ngatroi disa gjëra tjera, jo pastaj e kështu si banane, i shpifur, si krujse dhëmsh, shkepse, ti kur dal ti do mlash banjot, e më the thashë që duke thënë këtë ofendon dhe shumë e shumë nëna, motra, gra që bëjnë punën sanitare, pastruese, të cilat bëjnë me shumë dëshmëri. Por për këtë arsye këta të tre nuk duhet të qëndroj. Për sa i përket Mateos, atëherë Mateo duhet të qëndroj patjetër. Çka kemi parë te Mateo këto 2 javë që ka hyrë? Hyri me një background shumë të keq. O ndoshta ashtu e ka thënë ai në prezantim që ne nuk e kemi parë, ose ndoshta ashtu e ka bër Bigu, ose e ka bër formati, produksioni, si të bëhet më i përfolur, për të arritur qëllimin që të jetë një personazh i përfolur. Pra që tha jam ishi Brikenës. Atë nuk e kemi dëgjuar nga Mateo, e kemi dëgjuar nga prezantimi që bëri Ledioni, kështu që në Mateo nuk kemi dëgjuar gjë që thotë jam ishi Brikenës, po hyj si ishi Brikenës. Por po, ka thënë, kanë pyetur që ndonjë nga vajzat aty, kam pas një lidhje, kam pas një marrëdhënie ose ku di unë se çfarë mund të ketë pas me Brikenën, dhe ata e kanë cituar si ishi. Kjo gjë e ka kryqëzuar pak në një farë mënyrë kundrejt Brikenës, edhe po ashtu dhe publikut, se normale derisa arritën të kuptonin situatën, se duke parë dhe duke dëgjuar Mateo se çfarë po shpjegonte, arritëm që të kuptonin që Mateo nuk pas ka thënë ishi, por është thënë vetë nga ata që kanë vënë titujt e prezantimit të Mateos. Është një djalë që flet, bukur, qartë, është që i qëndron mendimit të vet, nuk ka frikë të thojë të vërtetën sy, nuk ka frikë të përballet me asnjë dhe është djalë pozitiv. Kështu që për këtë arsye mendoj që Mateo duhet të rri. Nuk është se po bëj tifo absolutisht, por pse jo, e meriton vëlla, se fundja fare deri në këtë pikë është shumë mirë. Ndoshta prajmin tjetër Mateo mund të eskalojë, mund të dalin nga udhë perëndis. Patjetër që do ketë dhe një video për kritik, do ketë dhe një mendim, nuk është se fakti që neve pëlqejmë një njeri nuk duhet t'ia vëmë pa dhe kritikat. Do t'ia vëmë pa dhe kritikat patjetër. Por për momentin është ky që është dhe meriton që shpëtohet.